5 fshatra në Martanesh rrezikojnë të izolohen për shkak të degradimit të rrugës nga rrëshqitja e masiveve të dherave dhe inerteve. Segmenti rrugor ka pësuar çarje dhe shembje në një pjesë të madhe të gjatësisë së tij. Rrëshqitja e dherave shkaktohet nga vërshimi i ujrave në zonë, si pasojë e dëmtimit të tubacionit të një hidrocentrali. Banorët e zonës thonë se nga rrëshqitja e dherave rrezikojnë të dëmtohen edhe banesat në fshatin Gjon, ndërsa nga kompania që administron hidrocentralin dhe nga institucionet vendore nuk është marrë asnjë mas, ndonse janë vënë në dieni. Jemi 50 shtëpi. Ky ujë këtu ka bën dëm gjithë fshataret. Ma ka nis Zabel. Ka rshit, vini ta shihni ju, ka rshit tokat. Po dëmtu në kanali Vaditës këtu në shtëpi. Ata gjejnë këtë fund. Plasi e parë që është nis Zabeli, sa është 50 metra lart shtëpisë teme. E një plas me shtëpia ime ikën, një ikën marrin. Nga këtu, nga kjo pikë deri në fund atje është rreth 1000 metra që ka lëviz kjo zonë, kjo pjesë. Atë këtu rrezikojmë krejt si fshat më ushdu. Nuk po merr masa askush për të ndresh, për të riparu. Rruga që lidh fshatrat Gjon, Peshk, Val, Lene, Balenj me zonën e Krastës është asfaltuar vetëm 2 vite më parë.